si dhe Rama, fundja për Rama është pushtet. Ka një mënyrë që një bërtham shëndetshme e Partisë Demokratike, Ilir Meti, Jorita Tabaku, Kreshtik Çollaku, mos gaboj, e pres edhe nga Belindi, pavarësisht se Belindi është i Salës praktikisht. Si i Salës? Grup ish intelektualësh. Është i adoptuar politikisht do thuash? Belin Këlliçi është në PD është një nga të preferuarit e Berishës, nuk ka moral që ai të dalë kundër. I përshëndesim dhe punëtorët e fushës se janë. Ore, është i adoptuar politik, i përshëndesim me shumë dashuri. Belin Këlliçi po më thua që është djali adoptuar politik i Berishës, se thjesht i Berishës. Ja vure këtë emrin si ja vure, por Belindi patjetër ka qenë drejtues i Forumit Rinor Shqiptar të Berishës. Është njëri që ka prirje berishiste dhe mirë bën me atë politik ka vendosur. Ore, dëgjoj më se kjo është e bukur. Ore, si ka mundësi që Berisha prej herë zgjedh si regjent, ose si pasues të tij, ose si figura që ti suporton, këta që duken si djem të mirë që mund të dojë çdo vjerë shqiptare për vajzat e veta, por nuk i do vetëm antarësia për dës. Nuk do të dalin nga varka. Do të drejtojnë në heshtje. Dhe ja kanë zi jetën Lulzim Bashës. Ja kanë zi. Si nëse ai qetë është Basha, me bluzë, knaq, ja kanë zi jetën. Duket më Basha tipi deri djaloshit që tashmë po kalon adoleshencën, jam dakord e kam thënë unë. Po shumë mirë më burr, po shumë mirë mori pastaj. Është tipike historia e djalit i cili shkëputet nga prindrit, se shkon në shkollë të lartë edhe shpërthen me hip-hop, me rap. E ka detyruar të veshi për ditë kostum, por Basha s'do me vesh kostum. Po e di. Ora nuk mund të bësh një gjë jashtë natyrës tënde. Po. Është pamundur. Tani për të rikthyer diskutimin. Duhet që një frymë e brendshme e PD-s, intelektuale, lej këto flamur, lokat, e pa lokat, e këto këta kamikaz për këtë. Ore, Sarova, e dëgjove se 70 Dash Sula e tha dhe te emisionet tonë lire dhe emisionet tjera, kur unë tha kam vajtur deputet në vitin 2001, Flamur Noka, na e tha dhe në emision dhe në kafe pasaj, ka qenë marangozi PD-s, ta dhe mere me flamurët. Jo e kam thënë si zhvante flamur, ta them dhe ja kam thënë. Kështu është jeta tash, dhe Elisa Spiropali Marangoza ka qenë DPS, është kryetare e Kuvendit. Po, e kupton pse është në këtë standard politika. Dashi ka Dashi është oligark. Kemi respekt për profesionin e Marangozit më. Përkundër. Po është ideja e perceptimit, pra Flamur Noka e ka llogarin vlla, njësoj si Marangozi që duhet të presi drurin dhe t'i japi formë caktuar, ashtu e mendon që bëhet dhe politika. Prandaj është aq i ashpër. Se mendon që druri ka dhënë nga xheneti. Dashi ka qenë zyrtarisht huligan. Huligan i futboll. Kur vitet Dashi në stadium, super njeri, shumë mik. Po. Vetëm kishte sindromën e huliganit. Futej në stadium, të sindromë kanë kështu, mjek, politikan. Ka shumë njerëz që kanë të sindrom. Bëhesh huligan. Po. Dhe Dashi është interesant se një vetë. Huligan është dhe politik Dashi, mos është problemi ke Dashi, unë kam hanin te Flamuri. Dashi s'është më vlla në parlament. Shiko, ka vetëm një mënyrë që Partia Demokratike. Se unë tash po kuptoj pse Flamur Noka e ka luftën me Kariget. E pasa nga profesioni i vjetër. Tani ti marrësit ke arsyet e tua dhe unë mendoj që ti do të jesh pjesë e së ardhmës Partisë Demokratike dhe patjetër që në mënyrë të pandërgjeshme ti e sulmon klasën e vjetër se kërkon një vend të ri, vend që e meriton për izolitetës, por unë nuk e kam këtë interes dhe nuk mund të ta përkrah këtë ide. Unë në qoftë se vjen dita që unë të jem pjesë e saj partie do doja të isha bashkë me ty, po kjo është çështje tjetër. Tani rrim ides pse Flamuri nuk do riqet dhe pse do ka shumë Berishën të jetë në krye. E di si tha përballë miku tonë Andri Bala në emision Nora News, e i thaj duhet do riqet apo jo Sali Berisha. Kur tha, kjo është ëndra vjetër e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Omar Sid, ka vetëm një mënyrë. Baza, debatet politike, media, duhet përfshihet, duhet ta bindi Berishën, që përveç se të largohet, përveç se të largohet, të krijojë një sistem që t'i japi mundësi që i riu, çdo vi, të zgjidhet me primare. Po jo primare si ato, që gjë merr 4 shokë të zyrës vet, 521 dhe shkon voton tonë ndarse. Jo. Jo, po ashtu bën primaret e kaluara. Merri lista të vllaj që një vit përpara, bëj një kontratë me KQZ-n, bëj votime në gjithë vendin siç bëjnë votimet e tjera, distancohen nga rezultati. Po. Le jepi mundësinë të regjistrohen deri një vit para, pa dalë kandidatët. Prodhoj 80.000 anëtarë dhe të sigurojnë ty që kryetari i dal nga ky, lë dhe një statut që kryetari do të dalë me mbi 35%. Pra lë dhe një balotazh dhe të sigurojnë që qoftë ti nuk fut njerëz në lista,
dhe nuk merresh për procesin e numërimit, se Berisha akuzon Ramën për numërim, po te partia vet, ai e di si numëron. Vetëm kështu, partitë politike në Shqipëri do provojnë ndryshim. Nuk kam mënyrë tjetër. Po ti po nuk fitove garën brenda, se deri tani garat janë të dhuruara, ose të vendosura mbi ca perceptima apo sondazhe që bën kryetari. Dhe kjo duhet bërë edhe për deputetët. Qofse jashtë lista për nxjerrje të 37 deputetët në rrugë, bëj primare siç bën Amerika, se bën vaki pastaj Mimi Kodheli nuk do jetë aty ku është zoj politikane, dhe të ajo lista parë, s'po përmend në emër tani se jam shumë shpejt në politikë futem konflikte, kupton ti jam vetë si që ka. Tani, unë do të bëj një pyetje në lidhje me perceptimin e njerëzve që mbështesin partitë politike ose liderët politikë. Ne ti e di që kemi dhe miq që suportojnë Bashën edhe pavarësisht të rezultati kanë akoma shpresat të ai. Siç kemi dhe miq, po ashtu që deri dje thoshin media po humbi Sali Berisha do i kërkoj unë i parë dorëheqjen, ja po ta them unë ty, i ka ftuar sot në këtë puntat, ishin bashkë me ne në lidhje drejt për drejtë, di çfarë kanë thënë? Po do vazhdoj punën personale, private, burtha, që do merr më politik. Ai s'ka ndërmend të ikë, s'kam energji tha ti flas kundër. Domethënë kam frikë. Tani, cili është perceptimi këtyre njerëzve, këta që ndjekin Bashën për shembull. Por njëri nga ata, di çfarë ka thënë, dhe duhet ma komentosh që mund ta të fitojë vulën në gjykatë të lartë dhe kjo është e vetmja mënyrë ta kritiki Berisha. Ja, mu nuk i besoj këtyre konspiracioneve. Fare, unë mendoj që ligji dhe formaliteti nuk prodhon ndryshim. Ndryshimet i prodhojnë frymat, ndryshimet i prodhon shoqëria, ndryshimet i prodhon klasa intelektuale, pedagogët, analistët, njerëzit që dalin në televizor. Dhe ata dhe kjo klasë mund të ndezi diçka lart të poshtë për të bërë ndryshime. Por në Shqipëri, është shumë e vështirë që ti pas patë interes direkt dalësh në televizor dhe ti mështrosh sa ide, sepse është një vend shumë i vogël, ne ngrihemi nga kjo tavolinë dhe na marrin 7 njerëz në telefon, nga cilët 6 thonë çka kemë më vllai, çka të kanë bë. Dhe ti kur shef që nga kjo histori e bën për pasion dhe për qef. Unë dhe ti të paktën deri tani bën pasion dhe për qef. Thumë vetë ajo blen që unë të futem konflikt me njerëz, me dashamirës për ta bërë gjë të tillë. Unë them që historia do vazhdoj kështu siç është. Dhe vetëm kur larg qof, mos qoftë të thënë, se s'vjen gjë nga goja, isha të larg nga jeta. Mos e mia që zeni mos e thuaj këtë se do çaj flamuri kur ta shohë. Po flamuri do vazhdoj të jetë edhe me Argitën. Po. Ha? Po, e kuptoj qartë unë. Shiko, progresionet vazhduese, ora se vjen ndryshimun që Partia Demokratike do vazhdoj, do shkojnë në parlament në shtator, do bëjnë edhe atje prapë rrezim karrikesh, do i fryjnë bilbilave, do dalin njësoj. Ai njëti film do të përsëritet me të njëjtët njerëz. E di pse do bëhet në fund të ditës. Në fund të ditës do bëhet për t'i dhënë garancit Sali Berishës, që ajo partia është e tij, më është kuptuar kjo. Po e di ku është ideja. Mua më bën përshtypje, kjo dikotomi, Edi Rama vlla, do të ketë gjithë Shqipërinë. Sali Berisha do të ketë vetëm PD-n. Po sepse Berisha tentoi ta kishte gjithë Shqipërinë në vitin 2009. Po? Dhe nuk mori dot 71 mandate. Dhe Berisha aty e kuptoi, që megjithëse ishte kryeminist i vendit, megjithëse kishte bërë një punë të jashtëzakonshme nga viti 2005-2009, NATO, vizat e tjera. Megjithëse shteti po prodhonte po golonte nga gëzimi, ishte filluar duke zhvilluar faktorizëm e tjera. Berisha nuk e mori dot as shumicën e vendit, jo më 2/3 e vendit. Dhe Berisha aty e kuptoi që sepse nuk është budalla, që garancia e tij politike janë këta 34.6% që them unë. Po. Dhe mendoj që të bëjë zmet atyre. Po. Sepse duke bërë zmet atyre për kthehen në minimumi 50 mandate. Dhe garanton opozitë, i vjen për shtatë dhe Ramës. Po. Dhe ata luajnë lojën e pasqyrave, ka qenë një lojë pasqyrash te rruga Elbasanit, që të gjithë vërtiteshin te pasqyrat që më të përplasësh. Pa që ishte i pari fiton. Gjergji, roli Shpakut, si e ke parë gjatë këtyre zgjedhjeve dhe çfarë mendon që do ndodhi me këtë institucion në raport me politikën? Për mua Spaku është një institucion komplet i përvlerësuar. Po? Dhe për këtë fajin e media, sepse çdo natë perëndis
vjen që të shohim në emision të bukur, dëgjojmë vetëm spaku. Spaku përbëhet nga njerëz dhe nuk ka birë nonet më mbushin momentin që ata 4 njerëzit që drejtojnë spakun i merr kanë vendimet me një ndërgjegje dhe autonomi të plot. Po. Drejtësia është pika ku bashkohet kërkesa dhe oferta politik. Po. Ku caktohet çmimi si në ekonomi. Po. Dhe me sa duket këta janë tregtar të papar të drejtësisë. Po. Po në fundin se nuk intereson fare, sepse ata kanë një armë në dorë. Kudo që të futin burg ata, po, në këtë vend, populli do thotë bëre shumë që bëj futë. Po populli gjak do më në fund të ditës. Populli do gjak. Po ka dhe i farë drejt e marrësit. Dhe spaku është gjotina e cila vlla vajiset me gjakun e ndonjë figurë të madhe. Pas zgjedhjeve u vajis me gjakun e Rion Veliajt. Po për te debati teoretik. Ka spaku drejt, do të spaku drejt. Tani po të na zgjosh gjithë në natës, e na pyesësh ne. Këta njerëzit që janë mbrapa ekurave. Kanë vjedhë as kanë vjedhë. Ne kemi dieni që ta kanë vjedhë. Kështu që kalon pak jurisprudencën, letrim pak të morali. Mos vjedh vlla, mos vjedh, se nuk të fut kot spaku në burg. Apo jo? Po. Diçka ke bërë. Kaq. Tani, të t'japon ty një lajm që unë po e them si parashikim, po që ja ku jemi të dy dhe ve me basi do ndodh, po sigur unë të them që direkt edhe mas përfundimit të procesit numërimit, pra paka shumë maksimumit deri në gusht, që arrestohet Belinda Balluku, pra procedohet në gjykim dhe merret mas sigurimi arrest shtëpiak. Po them dhe mas. As kam darmën ata mendoj, as kam as kaq më duhet fare. Po sigur të ndodh, çfarë do më thuash? Jo më dakord, po ndodhi shumë mirë për ty që ke live, po pse ti mendon që po arrestua Belinda Balluku në jetën time? Jo, se kam për ty unë. Unë po them në raportin e spakut, unë nuk po them që ti do gëzohesh se arrestohet Belinda Balluku. Njerëzve do ndryshojnë në gjë? Po do vidhet më pak mbase, zoti Stefa. Nuk kam bërë spaku vjedhje, nuk kam mitet e mia që ka vjedhje të bërë nëpërmjet mekanizma të tjerë, po kjo është një histori shumë e gjatë sepse do kalojmë në një diskutim filozofik dhe unë nuk kam kohë, sepse duhet iki që të shesi pronë në nxjerr bukën e gojës në fund ditës, sepse genetikisht njeriu e ka pamundur që kur të jetë pushtet mos vjedhë. Gjergji, dua të thuash genetika ka çeduar të shqiptarët. Pyetje të fundit, unë dua cili është ose më saktë cila është pritshmëria jote për elitën e ardhshme politike në Parlamentin shqiptar në 4 vitet e ardhshme dhe çfarë do duhet ti të ndodhte në Partinë Demokratike. Dua të di pikpamjen tënde. Cila është piktura e Gjergjit? Unë dua që Partia Demokratike të rikthejë të gjithë djem plagpërishës. Po. Duke filluar nga Basha, nga Shehaj, nga Libeaj, nga ca njerëz të cilët kanë dalë, nga ca analistë, Serinani si ka është analist dijes me syze është fantastik, domethënë është gjatë që bëhet debatin me Ramën. Neritani nuk e di emrin tamam. Seramini, fantastik. Të për politikë, po të kthy. Të futet Marsidi, të futet Sebastian Zonja, të futen gjithë këta dhe ta rrethojnë Berishën, sa një ditë ai thotë, "Çuna, kjo është e juaja." Por dëshirat vjen dëshira. Po me kush do vite ti me ne? Se duhet dhe skema. Po me ty për zotin edhe vi. Këtu ma brego gjatë qefin. Se e di pse mo? Se ne të dy nuk do flejmë gjumë. Ti do bësh sondazhe, do shikojmë sa do i ke. Sa do i... Kush fe gjumë përfundon si Basha? Po. Që nga 15 mandatet, që mori do të asi mandat për 4 Ore me vërtet se unë këtë nuk e ledo të pa mikur. Ore, si ka mundësi që ky njeri nuk del vlla as kërkoj falje? Si ka mundësi më të 4 ditë bën heshtje? Fshihet. Ore, po pse mos kufliku është ajo që të çon përpara në politikë, ta kujtojnë që sepse ky njeriu nuk e ka pasion politikën. Dhe nuk e ka ndërgjegje, nuk e ka pasion diçka, nuk e ka ndërgjegje. Qofse ne bëjmë gabim në emision, s'na zgjidh gjumi. Po. E kanë sjell nga Hollanda. Po. Sorosi. Po. E futin PD. Siç e ka ato fiksimet e Sorosit që 99%. Ore, je sakt fare, jepi. Po. Se edhe lapa nga Sorosi ka ardhur tani. Po, diskutohet. Ka pas ndërën nga Sorosi. Po, do nasi diskutohet. Shumë mirë se amerikanët prodhojnë elita. Po. Po jo gjithmonë Sorosi i ka rënë tokë. Po. Dhe gjeti Bachën, që si çdo njeri kësaj bote ka shumë qef parat, por nuk ka asnjë ambicie për pushtet, as për politikë. Dhe nuk ka problem, duket vi, dalit, baj, bum. Nuk do ai të bëj karrierë vëlla. Ai shfaqet aty pastaj nuk do. Po. Ore Gjergji. Do të bësh karrierë, do të thotë që ti më morën telefon para një ore,
dhe më thë gjej një vend se do bëjmë një lidhje direkte. Dhe unë 7 punë, erdha në stadium, u futa, negociova me drejtorin e stadiumit, rregullova tavolinën, rregullova kartona, mora kufjet, mora një ditë, pra kjo do të thotë ti je profesionist. Tash është amator. Për ta mbyllur, e di çka ka thënë një miku im avokat i madh, me emër, ka qenë kryetari i gjykatës lart, po s'po e përmend. Më ka thënë mua Lul Basha, tha, i ngjason atit burrit të vjetër, tha për tat, që bie bore madhe, tha në fshat. Edhe i pikon çatia. Nuk ngjitet lart ta pastroj, po thot kur të dali djedhi e shkrin ai. Vërtet është, po do kryetari i gjykatës lart, Lul Basha, këto zgjedhje mori një 15 vota dhe po përsëris, nëse do kishim një aleancë të madhe anti-Rama, kjo do të thoshte mandati 71 opozitës dhe Basha sot do të ishte hera. Si që mos në vlerësoni asnjë votë. Unë di të them që nëse dje besoja që s'pak dhe Altin Dumani kishin fuqita të rëndisin politikën shqiptare edhe duke goditur lart, sot vlla përballë 83 mandateve plus 3 të Tom Doshit. Mos harroni Altin Dumani, vlla, ja po ta them publikisht, maksimumi mund të duar trokasi kur Rama të bëj batuta në parlament. Politika është maja më e lartë e pushtetit. Po. Mbretëria është maja më e lartë e politikës. Po. Okej? Po. Të falenderoja zakonisht për këtë bisedë. Detyroj ditë të mbarë miku im. Je mik i këtij emisioni dhe i pritur kur do erë. Jam shumë i nderuar që jam i ty. Edhe unë gjithashtu me ty, edhe me mik si ty. Mirë miq, ky ishte emisioni TikTok për ditën e sotme, një emision i cili unë doja ta fokusoja në një bisedë me zotin Gjergj Stefaj, i cili është i famshëm dhe për sondazhet e tij, sondazhet Sonketa, për disa arsye. Një sepse analizën të dhënave kemi bërë vazhdimisht, e kemi bërë shumë mirë dhe analiza e cila të dhënave nuk rezultoi në pritshmëritë që kishin që gjithë, se është folur deri në masën 75, 76, maksimumi 77, ndërkohë që doli rezultate 83 mandate. Dhe analiza të dhënave tashmë është bërë një gjë që flitet në çdo media, në çdo studio, është repetitive. Por askush nuk flet për perceptimin dhe për qasjen dhe raportin që ka me botën çdo politikan që ka dalë nga këto zgjedhje që do jetë pjesë e parlamentit, po gjithashtu cila është përfytyrimi i opozitës. Ajo është më e rëndësishme. Të gjithë qytetarët, të cilët ndihen të kërcënuar nga një mandat i 4 dhe nga një pushtet i tillë, kanë një frikë. Çfarë do ndodhi me ne? Dhe vetëm mbroj që mund të jetë për këta njerëz është opozita. Opozita në vend që të bëhet mbrojtja atyre ka nevojë vetëm për mbrojtje, sepse pretendon që janë vjedhur votat me tren bullgar, me santazh, me blerje të tjerë. Atëherë, në qoftë se nuk je mburoj, si mund të kesh alternativë? Sepse faza e parë, gjithmonë që i parti politike të vinë pushtet, është që qytetari gjej veten dhe të gjej të adresuara shqetësimet e tij dhe mbrojtjen për këto shqetësime. Kurse gjen këtë, si mund të gjej më pas drejtuesin i cili do rregulloj jetën? Mendojeni këtë që thash dhe flasim prapë nesër me të ftuar. Nga unë Marsit Gupi këtu në TikTok, në NTV Televizion, ju përshëndes dhe ju uroj ditë të mbarë.